Mirë, do të kemi mundësi që të jemi edhe të shohim pra në këto momente, eksaktësisht pasqyrën shtypit të 32 viteve më parë, megjithëse për momentin kemi pak vështirësi për të gjetur pra gazetën në këto momente, pra jemi, besoj po, patëm thjesht pak vështirësi për të gjetur. Është koha jonë në mos gaboj, që ne kemi në arkiv, po koha jonë, data 19 dhjetore vitit 1992. Nuk kemi botimet politike, por kemi gazetën koha jonë në arkivën tonë dhe shojme detaje në ekran. Zbulohet një proces verbal sekret i byros politike në ditët e dhjetorit 1990. Proces verbal i mbledhjes së byros politike të PPSH-s më 11 dhjetor 1990, një orë përpara mbledhjes së pleniumit Komitetit Qendror të PPSH-s, byroja politike e kësaj partie përpiqet të shpëtoj katastrofës që po afron. Figurat groteske të komunizmit shqiptar diskutojnë forcën e tankeve, pluralizmi zhvendosur në qytetin Studenti, nga vullneti i mira studentëve, çdo përpjekje për ta shmangur atë ose për të mashtruar studentët ngjan mirane. Ky është zhvillimi kryesor, pra zbulohet një proces verbal sekret i byros politike për ditën e dhjetorit 1990. Presidenti italian vuri në mendime presidentin Berisha në këtë periudhë, pra në dhjetor të 92-shit, Berisha ka qenë president, po doja në pushtet. Të dielën, Panici do të mund Miloševićin. Kostaq Çifliku dënohet për çështjen e përgjuesve, është edhe një lajmërim pra i atyre ditëve në koha jonë. Ishte gjithçka. Ky ishte faqja e parë e gazetës Koha Jon, kishte edhe gazeta që ne kishim në arkiv pra nga viti 1992 dhe që rikthyem në vëmendje për të kuptuar pak më shumë edhe zhvillimet aktuale të kësaj periudhe. Kalojmë në pak publicitet shumë shkurtimisht edhe rikthehemi mbi të gjitha për të nisur komunikimin së bashku.